Ministre, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Radioterapisë dhe kimioterapisë. Kemi një rast të bjarë 10 vjeçar, seancën e fundit të radioterapisë. Falë dhe koordinimit dhe bashkëpunimit edhe me ekipet multidisciplinare të QSOT-s. Tu kemi edhe profesoreshën me pediatrisë, e cila do shpjegoj detajisht edhe rastin e curinit. Atëre djali është paraqitur në dhjetor me shenja të dopsis, bejes, lodhjes, me djersitje profuze, me limfadenopati të generalizuar. Tipike të limfomës, pas gjithë diagnozave dhe gjithë ekzaminimeve që ne kryem, gjërat shkuan shumë mirë. Është në remision komplet. Dhe sigurisht biseduam me doktor Orgesin pastaj për t'i lënë dhe hapësirë që bët një kombinimin kimioterapis dhe pas radioterapia bivante. Edhe duket që gjërat janë shumë. Si jeni punë në mbarë, si jeni mirë? Jemi në ditën e fundit të trajtimit të herojit ton të vogël, të Arsit, 10 vjeçar, i cili përfundon atë rrugtimin e trajtimit me radioterapi. Seancë e fundit. Ka kryer rreth 11 seanca dhe janë parë rezultatet dhe efektet e para të këtij lloji trajtimi. Pra me këtë teknologji moderne të cilën ofron precizion të lartë, siguri dhe cilësi të lartë, ne i ofrojmë trajtim edhe pacientëve pediatrik. I gjithë stafi është imobilizuar dhe ka krijuar një komoditet për këtë pacient që fillim, krijuam një mask personalizuar, i vizatuam atë heroin e tij të dashur që është Spider-Man dhe për gjatë gjithë trajtimit e ka shoqëruar ky heroi vogël në maskë, mund të themi, dhe ka arritur deri në momentin e ditës së sotme, e cila është një ditë e veçantë. Faleminderit si grup. Kjo është një punë e një skuadre që kanë punuar gjatë, kanë punuar të koordinuar me njëri tjetrin, sepse është një kombinim i kimioterapisë me radioterapinë, me një aparaturë moderne, është akselerator i 3 linar, i investuar nga Ministeri i Shëndetësisë dhe e Mirëqenies Sociale, tani është 3 numri akseleratorëve, së shpejt do kemi akseleratorin e 4 tek neuroshkenca, edhe ai pa shumë modern, dhe brakiterapinë, të dyja janë në një proces procedure. Është edhe një dëshmi që Instituti Onkologjik Kombëtar, që sapo është krijuar, ka filluar të funksionojë edhe në atë fazën shumë të parë, sepse është koordinimi i ekipeve, pediatrisë, imazhërisë, radioterapisë, që sot na sjell një histori suksesi, një bashkëpunim multidisiplinar që është shumë i rëndësishëm. Dhe sigurisht kjo do të shtrihet edhe në qytetet e tjera, në punktet sigurisht për sa i përket kimioterapis, dhe qendra e radioterapisë është unike dhe është vetëm në Tiranë. Gjithë stafi është munduar që fëmia të ndjehet në një ambient të ngrohtë, në një ambient ku është rrethuar me heronjt e tij, por historitë të tilla suksesi na mbushin me gëzim dhe motivacion për t'i patur dhe më të shpeshta historitë të suksesit. Siç e meritojnë pacientët tanë, po siç e meritoni dhe ju si pjesë e shëndetësisë. Mirënjohje, Medita, keni një djalë të mrekullueshëm që po dhe erdhëm në ditën që e mundi. Edhe do kaloj shumë mirë, sepse është një formë që kalon mirë. Dua që kjo histori suksesi e Arsit të jetë një histori suksesi e çdo pacienti, e çdo fëmijë, sepse nuk është kollaj të. I falenderojmë nga zemra për besimin që kishin edhe prindërit. Janë prindë bashkëpunues, janë prindë që ky proces, dhe ne duam më të mirën, pra duam t'i kthejmë buzëqeshin të fëmijë. Fundi i një trajtimi është fillimi i një jetë normale, cilësore. Ha, që padre. Bravo. Fituam sot? Fituam? Po, fituam. Arsi tha që fituam, po. Hajde në duar të ekipi. Bëj që palla? Bëj që palla këtu? Po, po tjetër. E mund, Uza, në fakt, se kemi bërë një... Kjo është apo? Me marë, hajde. Bravo. Dhe të shqip do lozë është tope me neve, thash. Ha, apo jo? Ha, shumë. Hop. Ajo.